I tesh për më thote profja, thote për pora më thote që kena hek me ty me të vunotën. Dhe unë profet me thonë drejten e kam pas gjithmonë kundërshtar në shkollën Gjeradin Fishta, ne ishim në ekip tjetër, po i vetmi person, nështë ajo shyme edhe për i babës tema, kur flite për Profesor Selamin, flite jo vetëm si futbolist, po edhe si njeri, ishte respekti trashëguar për familjes teme për Profesor Selamin. Mandej në rratë e shkolla Gjeradin Fishta, po kur ishte profesori aty s'u bosha kur me nerva, sepse si humte si fitote kishte i qetësi që na e tonëve, edhe ko ka një një që ka reflektuar gjithmonë mirësi. Mandej mua vonë me profesor Satin, njërin e Satrakici edhe me profesor Selamin rishim shpesh, diskutoheshim shpesh gjona që i thona edhe nuk i thona, sepse e tjere kena pas raportin. Si futbolist thash, e moj mend vetëm fjalët e babës tem, që e adhurote për mënyrën e lojës. Kurse si njeri, du më thonë se sporti nuk ka gjithçka, sporti është një pjesë e vogël e jetës, kurse aja që një tregon mas sportit është gjëja më e rëndësishme. Edhe unë them që profesor Selami është një vlerë të shtuar me qytetit tonë, një gur shumë i çmum i futbollit vllaznis që ka me gjatë, sepse janë disa lojtarë përveç sportit kanë edhe jetën mas ti. Unë du me falenderu bashkë 100 vjeç nuk mundem me i thonë se jetu afruhet me të hatri, po inshallah kena shumë vite mes nesh profet dufer.